ndaj forcave serbe. Ai për këtë është njoftuar gjithmonë nëpërmjet Femia Aganit dhe Sali Çekajt. Sipas tij, e gjithë përçarja ndërmjet UÇK-s ka ardhur nga Hashim Thaçi dhe Bujar Bukoshi. Ndërsa i ka bërë apel kryeministrit Thaçit dhe qeveritarëve që t'i kërkojnë publikisht falje familjes Jashari që e kanë tradhuar atë në luftë. Tahiraj gjithashtu ka rrëfyer se gjatë luftës i gjithë armatimi në Durrës ka hyrë nën llupën e Xhavit Halitit. Ai ka treguar si është arrestuar në Durrës dhe i është kërkuar mito. Pikërisht për këtë është vrarë edhe Ahmet Krasniqi, ka thënë Tahiraj. Unë vetë ku kam marrë me 9 pizgaver kam marrë dhe me 2 kamione kam marrë në Durrës me janë blokuar. Në 97. Jo, në luftë për flasë. Në kohën e luftë, 98 për flasë. Më kanë blokuar aty dhe o dashtë me jap mito. Me jap mito edhe me nxerr për jasaj. Kjo ka qenë një pikërisht edhe për këto vite të Ahmet Krasniqi. Sepse kishte një edhe me bashkësi me shtetet tjera të Evropës, kishte armatimi që pritet vetëm nga vende të tjera. Është prit, neve kemi prit në Tiranë komplet me salimet gjithë që ta furnizojmë Tahir Zemen në Parapaçan, ta furnizojmë armatim, edhe u bllokuar armatimi. Armatimi i qeverisë së Kosovës u bllokuar në Durrës, nuk e leju.